në kohën në vitet 54 ka fillu, në vitin 72-74 ka marrë intensitet shumë të madh, nën petkun e asaj që nuk ka pas të holla për shpronësim. Do të thonë, po flasim në vitet kur shpronësimi ka qenë shumë më i thjeshtë, më i lirë, më i lehtë, zhvendosja ka qenë sistem krejt tjetër. Sot është gati e pamundun të bëhet shpronësimi në pjesë ku kalon lumi. Gati e pamundun. Ka pjesë të cilat është e mundun, edhe ka pjesë të cilat nuk ka nevojë me pas shpronësime. Një prej pjesëve që nuk ka nevojë me pas shpronësime, e cila do të realizohet vitin e ardhshëm mas largu, është pjesa ku e keni këtu në hartë. Harta numër 2, ndoshta e shohim më mirë, harta numër 2. E këtu shihet. Po kjo është harta numër 2. Po. Këtu është pjesa e planit urbanistik të Lakrishtës. Autor është arkitekti Kadrush Grezda, i cilin vetë është bëhë kjo 2007 në shta? Jo, bre, nuk është. Lakrishtë është. Hala në fuqi është, shkurt. Arkitekti jonë nuk e ka revidu hala asë një apitune. Si thash? Në fuqi ende. Po, në fuqi janë të gjithë. Unë nuk isha me folë për diçka që nuk është në fuqi. Fuqi janë të gjitha, derisa nuk shfuqizon ose derisa nuk zaventson me dokumentin e ri. Nuk ka dokument ri, për nuk është me rëndësi. Edhe në atë kohë dhe në këtë kohë kjo është aktuale. Kjo pjesë komplet edhe sot mund të zbulohet. Është pjesa e vetme që, unë e thëmë, lumi i varosën, mundet me u zhvarosë. Edhe këtu, në këtë pjesë, e kemi investitorin me njoftën, i cili është i gatshëm me investu paralel me ndërtimin e tij në një pjesë, në një segment të këtij lumit tonë. Unë bile pak si për ajgare, këmë thonë, duhet me investu edhe në këtë liçenin e përparimit, se kadal, po del që a i farë... U harruaj liçet tash. Nuk u, a përsheni që u aktualizu, që tash po vjen uje. Po pa, ty ka planifiku tash një stacion të autobusave, kjo është katastrofë krejt. Mirë, si do qoftë. Po me gjithat nuk është se ka qenë i besuar shumë, edhe si ide elektorale nuk u pa të besuar shumë se do tjetë e mundën. Shaka, po është gati realitet, kjo do të bëhet shumë shpejt. Kjo është në proces. Zhvarosja e lumit, pra thoni që është e mundur të bëhet kështu. Është në proces të projektimit të objektit, i cili do të shkon në për filtrat e caktuar të komunës, edhe një pjesë e projektit parasheh investimin në krahun e zhvarosjes së lumit, me u bë shtrati, me u ngrit ujin nalt. Pjesë tjera të Prishtinës, a ka pjesë tjera ku nuk ka nevojë shpronësime që mund zhvaroset lumi? Shiqoni, është krahu i cili vjen prej Gërmisë, e gati deri te zona historike, te qendra e qytetit, e cila është një farë e kemi quajtur një farë park kulinar, ku shumica e trases është e mundën me u zbulu edhe me u shfrytzu në mënyrë ma të mirë se sa tash. Nuk di çfarë janë planet e komunës investimeve, po duni me harru që ka prioritete shumë të mëdha. Këtu ka qenë koincidencë që kemi gjetë investitorin. Se nuk mundeni me investu në zbulim të lumit e ne i keni ende të pak përfundum kolektorët e kanalizimeve, këto që ju e përmendet. Prioritetet janë ato cilat janë jetike, mandej këto janë pak një pjesë e përmirësimit jetës, edhe pse shumë sende janë të u bërë, shumë një pjesë e madhe është të u bërë. Mirë, shpesh herë pyetja që bëjnë qytetarët është se pse një qytetar ndëshkohet qoftë për një shkelje, një devijim të vogël, një parkim të gabuar ose diçka tjetër, po nuk kemi parë pra asnjëherë të ndëshkohet një ndërtues që shkel gjitha ligjet, gjitha dokumentet që janë në fuqi, është në tërësi në kundërshtim me kriteret, rregullat e ndërtimit. Pyetja është, a është drejtësia e njëjtë për gjithë? A jemi të gjithë të barabartë para ligjit? Nuk kemi parë ndëshkime të... Ta definojmë një çka do të thënë te i kalim.
Ajo që ka ndodhë në një periud të gjatë kohore. Nuk thashtë e i kalim kundër shtemi tërsishëm i gjithë regullave, qovë dokumentet. Deshta me definu pak ma mirë, sidomos të ndërtimet e larta ka ndodhë këto te kalime, ku për shembull është dhënë leja ndërtimore për 10.000 metra katror, që ka kanë vënë në të kalumen, kjo ka përmirësim të dukshëm në këtë drejtim, duhemi të jemi korrekt, mirë po në të kalumen jenë bërë te kalime të këtyne për masave. Tash, dami është shumë i madhë, për arsye se kur ka te kalim të përmasave të ndërtime kolektive, ata objekte nuk mund të pranohen teknikisht. Kur nuk mund të pranohen teknikisht, i bie që këto objekte, qoftë edhe për gjysmë metër që i ka te kalu, domethënë leje ndërtimore, duhet të nënshtrohen ligjit për legalizim të ndërtimeve. Tash, për ndërtesat, këto hi në kategorinë e dytë, domethënë ndërtesat kolektive, të cilat janë mbi 500 metra katror, tash edhe ligji nuk është shumë i definum. Me një fjalë, të gjithë banorët të cilët jetojnë në ndërtesa kolektive në të cilat janë të tejkalume për masat, në një farë mënyrë jetojnë në banesa të papranume teknikisht. Kjo është një problem shumë serios i cili... Jo, shkelje ligjit, jo problem. është shkel ligji komplet. Ligji për ndërtime përdor as për hipoteka, s'më ka probleme. Ligji për ndërtime të saktë nuk mundesh me shfrytëzu pa u bë pranimin teknik. Ti në arkitekti. Nuk është problem, kjo është shkelje ligjit. Ju po thoni që viteve të fundit po ndërtohet ka përmirësim, për arsye se kontrolli është më i madh. Por ajo çfarë shohim ne, mirë po jemi peng, e përmendi mentori, kemi 350.000, vetëm që kjo është me rëndësi me thënë. Në kretë Kosovën, si mas regjistrimit fundit, kemi dikurat 550.000 njësi banesore ose shtëpi, në anën tjetër i kemi 350.000 ndërtesa ose shtëpi të palegalizume, që i bjerë që 2 në 3 banor të Kosovës jetojnë në shtëpi ose në njësi banesore të papranume teknikisht. Dhe kjo është dashme që një alarm, pajtojmë absolutisht që është shkelje ligjit, mirë po jemi të i folë për një shkelje ligjit aqë masiv, sa që vesh duhet me bëndë është ta kampe për qëndrimi që me mund të kretë. Ju përdojni që jam përmirësuar, po ndërtohet më mirë, por me aqë sa kemi parë në rrugën që e njojmë si rruga Dubrovnikut, në lagjën e spitalit, shojmë ndërtohen rokaqej, ti quaj kështu, ndërtesa shumë të larta, por nuk është se kanë hapësirë të mjaftueshme. Aty nuk shë askund hapësirë për të patur një plato, për të patur një kënd për lojra fëmijësh, për të patur hapësira gjelbërta jo se jo, madjas parkingje, vetëm nëse kanë në nën tokë, për çfarë përfillje standardesh jemi ka flasim, se ato që po i shohim ne, nuk është se plotsojnë. Nërsta kësha reflektu se pak kom pas ndikim në këtë plan kër është hartu bileun e kom pas të reagu, pëse rruga Dubrovnikut në të majtë, ku në gjitën e në të djatë, nuk janë trajtu njëjtë. Në të në që se keni pa, në anën e majtë ndërtohet më të madhe, në anën e djatë është blokume dhe janë me shtëpita sosisjanë. Ka te kalime dhe te kalimet janë disa mënyra që shërbuan te kalime. Pra nuk pëndërtohet? Po, nuk pëndërtohet, po. Do më thënë e para është ka te kalime në planimetri në basë, rritet shputa poshtë.